Gjykata Supreme ka dhe 2 ditë afat ligjor për të vendosur lidhur me 5 ankesat e paraqitura nga subjektet politike dhe kandidatët që kundërshtojnë rezultatet e zgjedhjeve të 7 qershorit. Nga kjo gjykatë kanë bërë të ditur se ankesat janë ende në shqyrtim dhe se vendimet do të merren brenda afatit të paraparë me ligj. Ju njoftojmë se ankesat administrative të paraqitura në Gjykatë Supreme kundër vendimeve të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa (PZAP) janë duke u shqyrtuar. Vendime do të merren brenda afatit ligjor prej 5 ditësh nga data e pranimit të ankesave. Në pritje të këtyre vendimeve është edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka deklaruar se nëse vendimet e Gjykatës Supreme nuk përmbajnë obligime për KQZ-n, atëherë institucioni do të procedojë menjëherë me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Në të kundërtën, fillimisht do të zbatohen obligimet e përcaktuara nga gjykata e më pas do të bëhet certifikimi. Monitoruesit e procesit zgjedhor vlerësojnë se me përfundimin e shqyrtimit të ankesave në Gjykatën Supreme përmbyllet edhe faza e mjeteve juridike, duke i hapur rrugë certifikimit të rezultateve. Pas këtij momenti, as subjektet politike dhe as kandidatët nuk kanë më të drejtë të paraqesin ankesa lidhur me rezultatin zgjedhor. Dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, të cilat kanë bërë të qartë që afati 30 ditor për konsultimin e kuvendit duhet filloj dhe llogaritet nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve dhe më pas që deputatët e kuvendit të Kosovës në momentin e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të lidhen dhe shtohirimisht ta konsultojnë sa më shpejt kuvendin e Republikës Kosovës, sepse ky afati 30 ditor i obligon jotën që të caktohet seanca, por dhe të përfundohet seanca brenda këtij afati. Sipas Bukashkut mbetet ende e paqartë se çfarë pasojash juridike do të kishte mos respektimi i këtij afati, pasi as kushtetuta dhe as rregulloria e punës së kuvendit nuk e saktësojnë këtë çështje. Aktualisht në Gjykatën Supreme janë në shqyrtim ankesat e listës serbe, Partisë së Re Demokratike, si dhe 2 kandidatëve të PDK-s për deputet, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu.